Fiks në orën 10, në sa e pati të caktuar kohën, kryeministri në detyrë Albin Kurti arriti edhe te objekti i presidencës për t'u takuar me të parën e shtetit Vjosa Osmanin. Ky ishte lideri i parë partijak në rundin e takimeve veç e veç që presidenti a ftoi për të diskutuar lidhur me ngërçin politik. Takimi Kurti Osmani zgjati rreth 2 orë. Por pak detaje shpalosi Kurti që tha se ai dhe subjekti që e drejton do të mundohen ta zhbllokojnë situatën. Do të bëjmë çmos që në frymën e bashkëpunimit me konsultime të dendura konstruktive dhe gjithashtu me idenë e konsenzusit apo kompromisit ta realizojmë këtë gjë në mënyrë që më pastaj të kalojmë tek formimi i qeverisë së re. Pas Kurtit, në radhë që Ememli Krasniqi i Partisë Demokratike. Ky tha se presidentës i a bëri me dije gatishmërinë për të gjetur një zgjidhje politike, por barrën më të madhe duhet ta ketë vetëvendosja. Sidomos tashmë që kemi edhe qartësi nga gjykimi i gjykatës kushtetuese, i cili ka bërë qartë rolet e secilit në radhë parë të koalicionit që ka dalë i parë në zgjedhje, të cilin e ka detyruar përveç tjerash edhe për gjetjen e konsenzusit apo kompromisit. Sikur Krasniqi, edhe kryetari i Lidhjes Demokratike, Lumir Abdigjiku, paralajmëroi se do t'i drejtohen gjykatës kushtetuese për sqarime shtesë nëse vazhdojnë shkeljet në vazhdimet e radhës të seancës konstituive. Pas aktgjykimit, për bindjen tonë, ka ndodhur një përmbysje e rendit kushtetues në Republikën e Kosovës, sepse partia e parë, grupi më i madh parlamentar, ka refuzuar të respektojë gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese do deklarohet, thotë ka bërë shkelje apo s'ka bërë shkelje. Ndërsa i ftuari i fundit, Ramush Haradinaj nga Aleanca, përmendi mënyrat se si është konstituuar kuvendi në të shkuarën. Vetëvendosje me e kthy praktikën, pra me ndryshu praktikën e votimit, me kthy në votim të hapur, eventualisht edhe atër me kalu në kandidat. Presidenti Osmani të ajntën do t'i takoj edhe kryetarët e partive nga komunitetet jo shumicë. Kjo është hera e dytë që presidentja organizon diskutime për ngërçin politik. Hera e parë ishte më 15 maj, kur u mbajt takimi përbashkët, por pa ndonjë rezultat. Njësoj kishte përfunduar edhe takimi së shtunës i thirrur nga Kurti, ndërsa të ajntën do të tentohet konstituimi për herë të 41.